Kryetari i Bashkisë së Kukësit, së bashku me përfaqësues të tjerë të këtij institucioni, kanë deklaruar largimin nga Partia Demokratike dhe bashkimin me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Ai ka deklaruar largimin e tij me argumentin se qeveria nuk ka miratuar thuajse asnjë prej projekteve të premtuara, çka sipas tij kanë shtuar problemet me të cilat përballet sot qyteti i Kukësit. Përderisa qeveria aktuale e Partisë Demokratike nuk ishte mbështetëse ose nuk realizon të premtimet që kemi bërë bashkë me qeverinë. Unë kam qenë pjesë deri në ditën e sotit, kam qenë pjesë e kësaj qeverie në kuptimin ose kësaj force politike. Nga dita e sotit dhe në vazhdim, unë nuk do të jem më pjesë e kësaj force politike, por vetëm në arsye se ato nuk kanë dënjuar një herë të vetëm të atakojnë kryetarin e bashkisë për të zgjidhur problemet. Unë nuk jam vetëm kryetari i bashkie vetëm për Partinë Demokratike, por jam për gjithë qytetarët e Kukësit. Dhe nuk jam absolutisht pishman pasi kanë bërë gjitha tradaktivat, nuk është në dëshirën time, është përzgjedhja ose zgjedhja që kanë bërë vetë. Më konkretisht është iniciativa e jashtëzakonshme e zotit Oldashit që mos zgjidh asnjë problemi në lidhje me ujësjellsin, me landfillin dhe të gjitha problemet që ka pas Bashkia e Kukësit. Hasan Halila, kryetari i Bashkisë së Kukësit, prej 2 mandatesh nën siglën e EPD-s, që prej ditës së sotme ai do të jetë pjesë në strukturat e Lëvizjes Socialiste për Integrim.